unë, për të mbrojtur idetë e mia të majta, për të mbrojtur interesat e elektoratit tim, vendosa që t'i bashkohem grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, në krah të shokëve të mi në këtë parti të vjetër, kryetarit të saj Ilir Meta dhe Luan Rama, duke mbrojtur idetë e mia të majta, sikurse e thash, dinjitetin dhe integritetin tim në parlamentin, si deputet në parlamentin shqiptar, dhe duke qëndruar për gjithë jetën socialist. Faleminderit. Unë dua t'ju uroj mirëseardhjen në grupin ton parlamentar, deputetit njohur socialist Vangel Tavo, njëkohësisht një koleg i imi, por edhe i zotit Rama, prej gati 20 vitesh në Partinë Socialiste. Dua të siguroj zotin Tavo se në Lëvizjen Socialiste për Integrim jam jo vetëm unë me Luanin që ai na njeh prej 20 vitesh, por janë shumë tjerë që ai njeh prej kohë gjatë dhe shumë të tjerë të cilët do të ketë mundësinë që t'i njohi në të ardhmen dhe do të gjejë të gjitha hapësirat për të vijuar kontributin e tij politik, për të përfaqësuar interesat e gjithë atyre që kanë besuar tek idetë e tij, por edhe tek personaliteti i tij.